Shqipëria nën pushtimin e zjarreve, Ministria e Mbrojtjes me njoftimin zyrtar janë raportuar 22 vatra, tani janë aktive vetëm 2. Ministria e Mbrojtjes ka dalë me një tjetër njoftim zyrtar ku dhe ka dhënë më tepër detaje lidhur me situatën në cilën ndodhet vendi ynë si pasojë e zjarreve, siç edhe njofton Ministria deri në orën 20 janë raportuar gjithsej 22 vatra zjarri në rang vendi, nga të cilat 20 janë shuar plotësisht fal angazhimit të strukturave tona operacionale në teren. Aktualisht vijojnë të jenë vetëm 2 zona, 2 vatra aktive në fshatin Hoshtim, Bashkia Vlorë dhe në pyllin e Ballenjës, Bashkia Bulqiz. Të gjitha forcat e zjarfikësve u angazhuan në teren me mjetet e tyre, përfshirë edhe mbështetjen ajrore me helikopter të forcave të armatosura. Situata është nën monitorim të vazhdueshëm dhe strukturat e mbrojtjes janë në gatishmëri të plotë për të reaguar me shpejtësi dhe vendosmëri kudo që të jetë e nevojshme, thuhet ndër të tjera në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes, teksa më tej u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të bashkëpunojnë me autoritetet dhe të raportojnë çdo sinjal zjarri dhe të shmangin çdo veprim që mund të rrezikojë përhapjen e flakëve.